Po e prisnin gjithë, e dinim që do vinte, thjesht nuk i dinim gjinin, emrin, profesionin dhe ngjyrën e flokëve. Por tashmë është zyrtare. Pas bekimit që i dha te Flamur Noka, zonja Mereme do të jetë e vetmja kandidate për krah emrit të Sali Berishës në fletën e votimit në 23 maj për Demokratët. Siç tha dhe vet Noka, Mereme Sela plotson kriteret e garës që ka vendosur Selia Blu. Ajo është demokrate, është doktore, ka respekt për doktorin dhe është e pavotuar në primare, pra me pak fjalë nuk e njeh njeri. Vetëm kështu mund kandidosh sot në partitë shqiptare. Liderët e tyre, edhe pse janë të padiskutueshëm, edhe pse e dinë se fitojnë përballë kujdo, preferojnë ta kthejnë garën në një skeç portokallie. Njëherë me Maqo Lakrori, njëherë me Luar Ramën, pastaj me Uron Butkën dhe tani dhe me zonjën Mereme. Por nëse në një parti fituese 4 mandatesh rizjedhja e liderit është thuajse formalitet, në një parti që humb prej 16 vjetësh, çështja kthehet tragjike dhe komike njëkohësisht. Kthehet tragjike kush është se si ajo derë që i solli lirinë e shprehjes, mendimit dhe veprimit në Shqipëri të gjithëve, sot ju mbyllet në surat 3 kandidatëve që guxuan të sfidojnë Sali Berishën, edhe pse e dinë që ai do t'i mundte edhe duke fjetur. Ervin Saliani nga Londra e Demokracisë, Ebi Kokalari nga New Yorku i Lirisë dhe Alesia Balliu nga Elbasani i Diturisë, u refuzuan sot qoftë në formalitetin e dorëzimit zarfeve. Si gjithmonë, Sali Berisha nuk është i pranishëm në krimin që urdhëron vetë. Ishte në Kroaci ku fliste broçkulla dhe hidhte helm kundër integrimit të Shqipërisë, ndërkohë që në reliken që ai drejton në Tiranë, ja la barrën e sikletit Flamur Nokës, i cili duhet na binte ne se Saliani është i Gysa-Gasit, Alesia e Suel Çelës, Evi Edi Ramës, ndërsa Mereme Sela, demokrate 24 karatshe. Dhe këtu tragjedia kthehet në komedi. Paradoksalisht, personazhi kryesor i komedisë nuk është Flamur Noka, është Sali Berisha. Dikush mund thotë se Sali Berisha nuk ka natyrë komike, se Sali Berisha është gjithçka në Partinë Demokratike. Dhe kjo është e vërtetë. Por ajo që po ndodh sot në Partinë Demokratike, pra me Sali Berishën, është ajo që i ngjan deri diku historisë së cirkut të Tiranës. Në vitet 70, kjo trup shkëlqeu me akrobatët, prestigiatorët e klonët dhe sajt jashtëzakonshëm. Mbaj mend herën time të parë diku rreth vitit 79 dhe shfaqja më Maniti me Barda Allën që fluturonte në ajër, me Tahir Baçovën që bëndet kërcente Arushën Mira, me gallatën e pashoqë të Ben Shakës dhe me Celimin. Por me kalimin e viteve sari që shkoja dhe shikoja të njëjtën shfaqje dhe të njëjtat numra. Edhe nga Barda Alla, edhe nga Tahir Baçova, edhe nga Mecelimi. Pastaj në fund viteve 80 po njëjta shfaqje. Por Barda Alla kishte humbur elasticitetin për shkak të moshës, me Celimit dhe numrave të vet të përsëritur i kishte dalë boja, ndërsa Tahir Baçovës i kishte ngortur Arusha Mira. Kështu më duket e Partia Demokratike sot, ose më saktë ky është portreti sot i Sali Berishës. Akrobat nuk bëhet dot, se është 83 vjeç. Numrave të magjisë së prezigjatorit më të famshëm politik shqiptar u ka dalë boja se janë përsëritur shpesh. Sot është katandisur si i ndjeri Tahir Baçova. E ka kthyer Partinë Demokratike si Arushën Mira, të plakur, pa fuqishme, ndërsa vetë vjen vërdall me kamzhik në dorë, dhe vërdallët i vinë të uritur dhe lejnë vetëm shente ngordhur të lagjes. Dashuzit cirku i Tiranës përfundojnë në fund pallat, dhe doktori fut një kull me shokët e çunit dhe paratona, duke i lënë sërish demokratët me gisht në gojë. Për këtë do të flasim sonte. Sigla.